Situata në zonat e përmbytjes në rrethin e Shkodrës është përkeqësuar gjatë orëve të natës për shkak të rreshjeve të borës dhe shkarkimeve nga hidrocentralet e lumit Drin. Në këtë zonë janë vendosur forca të shumta të policisë dhe ushtrisë, të cilat janë në gatishmëri të plotë për të ndihmuar popullatën. Zonat më të dëmtuara vazhdojnë të jenë 2 komunat fushore të Nën-Shkodrës, ajo anës së Malit dhe komuna e Dajqit. Në mesditë në zonën e përmbytjes ishte edhe kryeminist Berisha, i cili u takua me banorët të zonës, të cilëve u kërkoi të evakuohen me shpejtësi, ndërsa në mbledhjen e shtabit të emergjencës në komunën e Dajqit, zoti Berisha paralajmëroi për një situatë edhe më të rënduar gjatë ditëve në vazhdim. Është situatë buz katastrofe, ja u themi të vërtetën. Sot para 2-3 orësh, Firza është mbyllur derdhja. Por në nesër, prurjet gjigande mund na detyrojnë t'i hapim, nuk jemi para situatave të paparashikuara, krejtësisht të paparashikuara. Alpet janë mbushur me të borë. Sinoptika thot se pas 3 ditë do të ngrohet boti. Çka do thot do shkrihet bora. Pra, sot gjadri është krejtësisht tjetër nga ai që ishte dje. Po kështu kiri, e tjerë me radhë, nuk duhet të rrimë ne duhet të bëjmë atë dhe njerëz të mençur, njerëz të qytetruar, njerëz të guximshëm, bëjnë vendimin që t'i dalin të keqes para, të zvoglojmë në maksimum dëmet e kësaj përmbytje. Kryeministri Berisha kërkoi evakuimin me shpejtësi të banorëve nga zonat e rrezikuara, duke u premtuar atyre mbështetjen e qeverisë për kompensimin e dëmeve materiale. Edhe kryetarja e Parlamentit zonja Josefina Topalli u kërkoi banorëve të zonës së përmbytur që t'i përgjigjen thirrjes për t'u larguar nga banesat ku rrezikohet jeta e tyre. Natyrisht jemi përsëri në kushte kritike. Unë nala në fillim të rrugës duke i kërkuar banorëve që të largojnë fëmijët dhe të largohen ato nga kjo zonë. Unë ju lut atyre, unë vazhdoj t'i lutem atyre që të largohen sepse moti nuk është kompetencë jona. Ndërkohë edhe banorët e Dajqit e cilësojnë si mjaft të vështirë situatën e krijuar gjatë ditëve të fundit. Ma parë të kishin shkarkuar hidrocentralet. Atëherë do kishin pas më pak. Pasoja mund të kishin pas, se ujë ka edhe herë të tjera, edhe në kohë të privatizimit ne kemi pas edhe 1 metër ujë në shtëpi. Por gjithsesi janë marrë masat. Ata bolle keqe. Shi po vazhdon e bjen për ditë, uji po shtohet, na kena me të rrethum prej ujit. Ndërkohë në zonat e përmbytura gjenden forca të shumta të ushtrisë dhe policisë, të cilat po përforcojnë argjenaturat dhe largojnë banorët nga zonat e rrezikuara. Sot paraqitet një ditë më e vështirë se sa ditët e tjera. Ne kemi rreth 1 javë që jemi në situatë emergjence në rajonin e Shkodrës dhe kryesisht në komunën e Dajqit Bregu të Bunës. Ne si struktura të ushtrisë kemi marrë gjitha masat për të përballuar me sukses këtë situatë. Sot aktualisht ne kemi aktivizuar rreth 130 forca që janë nëpër zonat e emergjencës, kemi aktivizuar rreth 15 mjete. Situata pritet të përkeqësohet gjatë ditëve të ardhshme për shkak të vazhdimit të rreshjeve dhe rritjes së sasisë së shkarkimeve të detyruara nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit. Për zërin e Amerikës, nga Dajqi, Pëllumsulo.